Nëse përkundër faktit se ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve ndalon veprimet hakmarrëse ndaj sinjalizuesit, i njëjti prap se prap i nështrohet ndonjë veprimi të dëmshëm të përcaktuar me ligj, atëherë i njëjti ka mundësi të kërkojë mbrojtje gjyqësore nga gjykata. Sinjalizuesi dhe personi i lidhur me sinjalizuesin, i cili ka pësuar nga veprimet e dëmshme në lidhje me sinjalizimin, ka të drejtë në mbrojtje gjyqësore pa qenë i detyruar të shtjeroj mjetet juridike të brendshme në procedura administrative. Sinjalizuesi mund të kërkojë mbrojtje nga veprimet e dëmshme apo kompenzimin për dëmin e shkaktuar. Nëse një sinjalizues i është nështruar një veprimet të dëmshëm për shkak të sinjalizimit të bërë, është domosdoshme që sinjalizuesi të respektoj afatin ligjor për parashtrimin e padisë. Sipas ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve, padia kundër veprimit të dëmshëm i paraqitet gjykatës në afat prej 6 muajsh nga dita kur sinjalizuesi është vënë në dieni për veprimin e dëmshëm, por jo më vonë se 3 vite nga dita kur është ndërmarrë veprimi i dëmshëm. Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve po ashtu ka përcaktuar edhe gjykatën kompetente për trajtimin e rasteve sipas padive të sinjalizuesve kundër veprimeve të dëmshme. Për rastet që kanë të bëjnë me shërbyes civil, padia dorëzohet në departamentin për çështje administrative në gjykatën themelore në Prishtinë. Ndërsa, për rastet që kanë të bëjnë me kategori të tjera të punësuarve, padia dorëzohet në departamentin e përgjithshëm të gjykatës themelore, ku ndodhet selia e punëdhënësit apo ku sinjalizuesi e ka vendbanimin. Përmes padisë, sinjalizuesi mund të kërkojë anulimin e veprimit të dëmshëm. Për shembull, sinjalizuesi mund të kërkojë kthimin në vendin e punës, kthimin në pozitën e caktuar, nëse është degraduar, anulimin e mosës disiplinore etj. Pra, anulimin e atij veprimi të dëmshëm që është ndërmarrë ndaj tij. Mirë po, përpos kësaj, sinjalizuesi me padi mund të kërkojë edhe kompenzimin e dëmit të cilit atij është shkaktuar nga veprimi i dëmshëm. Përpos padisë kundër veprimit të dëmshëm dhe kompenzimit të dëmit, sinjalizuesi dhe personi i lidhur me sinjalizuesin mund të paraqesë propozim për caktimin e mosës së sigurimit të kërkesë padisë dhe mosës së sigurimit në gjykatën kompetente. Në rastet kur gjykata kompetente vërteton se sinjalizuesi në kontekst të marrëdhënies së punës ka pësuar nga veprimet e dëmshme për shkak të sinjalizimit, vendos sipas rastit që ta kthejë në vendin e punës, t'ia kompenzoj dëmin e shkaktuar dhe ta urdhëroj institucionin publik apo subjektin privat të ndërmarrë veprimet e caktuara të cilat janë të nevojshme. Për dallim nga rastet e tjera, dhe kjo është specifika e ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve, kur paditësi duhet të provojë secilin element të kërkesë padisë, në rastin e padive të sinjalizuesve, barra e provës nuk i takon sinjalizuesit, por i takon punëdhënësit. Ligji ka përcaktuar se në të gjitha rastet kur sinjalizuesi apo personi i lidhur me sinjalizuesin konsideron se ka pësuar nga veprimet të dëmshme për shkak të sinjalizimit, punëdhënësi është ai që e ka barrën e provës të provojë se veprimi i dëmshëm nuk ka lidhje shkakore me sinjalizimin e bërë. Kështu, supozohet se çdo veprim i dëmshëm ndaj sinjalizuesit ka ardhur si rezultat i sinjalizimit të bërë. Përderisa, punëdhënësi nuk e dëshmon të kundërtën, se veprimi ndërmarrë nuk është i lidhur me sinjalizimin që ai ka bërë.